Llogarisim numrin e molëve të ozonit në 32 decimetra kub ose litra, ku një mol i çfarëdo gazi në kushte standardi, temperaturë 273 presi 15 gradë Kelvin ose 0 gradë Celsius dhe shtypje 1 bar ose 101 presi 325 kPa, ka numër të njëjtë atomeve ose molekulave të barabartë me numrin Avogadros dhe zë çdo herë vëllimin e njëjtë, i cili është i barabartë me 22.4 decimetra kub. Ky vëllim quhet vëllimi molar. Sasia e substancës definohet me hercin në mes të vëllimit të gazit dhe vëllimit molar. Pas zëvendësimit të vlerave për vëllimin e gazit prej 32 decimetra kub dhe vëllimit molar prej 22 presi 4 decimetra kub për mol, dhe pas shlyerjes së njësisë së decimetrit kub, ne fitojmë vlerën për sasinë e ozonit, që është 1.43 molë